Akoma nuk e kemi selin tonë të përhershme, si muze që të prezentojme në Japoni, para publikut japonez, duke përfasu Kosovën si shtet. Kemi koleksione kryesisht që datojnë nga periudha neolitike, 3000 deri në 7000 vite para erës sonë. Objekti në cilin jemi sot është e njohur si ish shtëpia e armatës jugoslave. Do me thonë, nga viti 2009 deri sot e shfrytëzojmë një pjesë të këtij objekti. Do me thonë, këtu operojmë që nga viti 2009, akoma nuk e kemi selin tonë të përhershme, do me thonë konsiderohemi si muze pa shtëpi të përhershme, edhe kjo është një vështërsi shumë e madhe për një muze kaq të madh, edhe me një aktivitet bujshëm siç është muzeu jonë. Jemi ftu nga një marrëdhënie ndërministrore, të cilët janë prezantuar me një ekspozitë shtetërore në Japoni, është quajtur Osaka 2025, dhe jemi ftu si Muzei Mitrovicës ta prezantojmë ekspozitën ose një pjesë të ekspozitës Një jetë në Gajtan, e cila është ekspozita etnologjike e përhershme që e kemi hap vitin e kaluar në dhjetor. Dhe kjo trajton vetëm veshjet e sipërmesi dhe punën e dorës përmes Gajtanit, kështu që ka qenë një momentum jashtëzakonisht i bukur për neve si muze që të prezantohemi në Japoni para publikut japonez, duke përfasu Kosovën si shtet. Do me thonë, kemi koleksionin e natyrës që trajton fosilet. Kemi fosilet cilat e hapim muzeun, është ekspozita e parë e përhershme. Pastaj kemi një koleksion shumë të madh të arkeologjisë, koleksionet të cilat kanë dalë nga nën toka e regionit Mitrovicës, nga 3 sajte të famshme arkeologjike, të cilat janë Fafosi, Zhitkovci dhe Vallaqi. Kemi koleksione kryesisht që datojnë nga periudha neolitike, 3000 deri në 7000 vite para erës sonë, por dhe të tjera, pra të mesjetës deri tek, do me thonë, koleksione matreja. Pastaj kemi një mori ose lloj-llojshmëri të koleksionit të etnologjisë që trajtohen, do me thonë, mënyrën e jetesës tradicionale të regionit, fshat dhe qytet, ku hyjnë veshje të ndryshme, do me thonë pastaj ka koleksion enësh të ndryshme, koleksion stolive të ndryshme, koleksion enësh të ndryshme, koleksion armësh, si dhe të interierit të ndryshëm fshat dhe qytet. Vizitat kanë qenë të ndryshme, kanë qenë vizita të ndryshme që hinë si pjesë e kurrikullës shkollore të shkollave lokale, si dhe të regionit. Risi ka që ka shumë interesim nga mediat e ndryshme ta vizitojnë muzeun dhe ta plasojnë muzeun si veprimtari, nga se kemi një aktivitet larmishëm dhe të bujshëm gjatë vitit dhe kjo e bën që t'jemi shumë ma prezent në media, dhe kjo e zgjon interesimin për shkolla të jashtë Mitrovicës na vinë në vizita. Unë edhe më herët e thash, ideja jonë është që të mos e lojmë muzeun të vizitohet vetëm një herë, qoftë edhe nga klasat, qoftë edhe nga shkollat, por dhe vetë nga vizitorët. Për këtë arsye kemi vazhdueshëm aktivitet, vazhdueshëm ekspozita të reja edhe të përkohshme, për shkak që të bëjmë muzeun sa më atraktiv dhe të vizitohet sa më shpejt.